është bërë një ndryshim interesant, i mirë, nga Federata Basketbollit Kosovës, kjo futja në finalet 4 ndeshjeve, cilat 4 të fituara në vërtet, që kam dëshira ime ka qenë që të luhen 7 ndeshje, mirë po janë luajtur 6. Çfarë duhet ndryshoj diçka, duhet mendojmë për lojtarët e ri vendor. E di që në kaluarën ka pasur minutazh, megjithatë janë futur lojtarë të cilët ndoshta nuk kanë qenë shumë perspektivë, mirë po është dashur të futen. Duhet të mendojnë që lojtarë cilësor që janë në për ekipe të jepet më tepër minutazh, siç është në Turqi, lojtarë të cilët janë perspektivë në ekipet turke, Federata i obligon që ata të kenë minutazhin e theksuar. Flasim për Jonin, flasim edhe për Jona tjerë të cilët janë perspektive basketbollit Kosovës, dy të jep minutazh, të jepet një farë mënyre të urdhërohet. Musa Mala, Ranukaj, shumë. Ranukaj ka pasur minutazh këtë kampionat. Kanë mundësinë në cerekat e parë, për shembull, cerekun e parë dhe dytë, pse mos pjodhon hapësira aty në lojtarëve të ri. Po. Kur vendoset loja në tretin e të katërtin, nëse e shfrytëzojnë rastin gjatë lojës, domethënë mundën me luajë në tretin e katërt, mirë po minutën e parë dytë me pas si obligative që mi pas paktën ka 5 minuta edhe me pa. Nuk kam në ide kështu të qartë, megjithatë. Po jo, përvoja flet. Po, kështu që kur kemi luajtur ne kemi pasur minutazh. Pa minutazh na kishim qenë të harruar që jemi marrë ndonjëherë me basketbol. Derimi e den me 18 vjet në Ligë Parë B kena luajtur në thonin akon konkurent me skuadra shumë të mëdha, kështu që tash nuk mundu me thonë talent, Kapiti është talent me 23 vjet, talent është lojtar i mirë, cili pritet prej tij në tavën, mirë. 16-17 vjet ka qenë një lojtar që është prit shumë. Tash edhe hala me thonë është i ri me prit prej tij, tash ai do të më kon bara e klubit. Shumë herë kam thonë për kështu mundësi që më është dhënë për të folur për basketbollin. Në moshën 16 vjeçare unë kam qenë në ekipin e seniorëve, kur kam qenë 20 vjeçar, apo 21 vjeçar, unë e kam parë veten si një veteran të basketbollit, nga se kanë 5